E premtje madhe në pritje të Pashkës së Madhe për besimtarët e krishterë, traditat, ritualet e besimtarëve katolik dhe ortodoks do të vijnë pas pak përmes një bisede të ngrohtë për cilë atmosferën e Pashkës së Madhe. Pa dyshim që anvisat kanë përgatitur vezët e kuqe, cilat janë traditat e tjera, ato zakone rituale kishtare të cilat një pjesë e konsiderueshme besimtarve i respektojnë dhe i zbatojnë. Urojmë të kaloni një fundjavë të bukur, ne do të jemi me dy zonja që do të flasin rreth këtyre traditave, e pa dyshim për të na sjellë një atmosferë të këndshme festive. Do të kemi edhe maskën që nuk arritëm dot ta transmetonim ditën e djeshme për një fytyrë plot shkëlqim, plot elasticitet gjithmonë me përbërës natyral, ndërsa në kuzhinë bashkë me Albanën do të gatuaj me gjithë dëshirën më të madhe për këtë të premte. Ja të kemi në kuzhinë, mirë se erdhët, mirë se të gjeta. Mirëmëngjes. Përshëndetemi me shikuesit, me zonja tona besnike që janë duke na ndjekur në ekranin e Report Televizion. Ju tregojmë pak vezët tona, se dje treguam procesin e ngjyrjes së tyre. Padyshim që një pjesë e konsiderueshme përdorin atë ngjyrën e kuqe, simbolike të Pashkës, por tradita tashmë ka ndryshuar, pasere sjellim edhe ngjyra të tjera, simbolike është e kuqja, po këtë e dini ta bëni të gjithë. Kështu që Albana solli 3 mënyra me produkte të konsumueshme për të ngjyrë dhe kemi për pak vintage, tha Albana. Biles, unë do të lë dhe vajnë, që sa të bëj unë punë të tjera, ti i jep. Dihet që shkëlqimi i vezëve me vaj duhet të nesërmen. Duhet të nesërmen. Vërtet. Unë dje për shembull i bëra me bojën që ti më kishe sjell rrofsh të kuqe. Ngjyra e kuqe që është simbolike e Pashkës. Është shumë e thjeshtë, pastaj pa ato dekoret me simbolikat e Pashkës janë sipas preferencave. E lavdron mogosë të sheva. Ende nuk i kam lyer me vaj do thoja. Ktu është, koperi që i kishim vënë. E shikoni ke? Koperi tek zjerja e... është lulja e koperit, gjithja e koperit. Qepëve të kuqe. Po. Ndërsa... është e fuqishme. Kjo ngjyra është nga ajo lakra e kuqe. Ke edhe majdanozin. Me të dalin këto ngjyrat. Ja, me këtë ngjyrën blu, jeshile, si zhuzhak është kjo ngjyra. Çfarë ngjyre mund t'i konsiderojmë? S'ka nevojë për dekore, se janë marrë dekoret vetë. I kam bërë domethënë që mos të merri ngjyrë tërësisht, plotësisht. Prandaj është vintage, prandaj të jetë ajo. Turmerik është kjo ngjyra e verdh. Ndërsa me kjo më pëlqeu më shumë dhe kjo është e preferuara jon me koper. Mos harroni, mos i hidhni ato çorapet e vjetra që ju keni, i prisni, sepse keni mundësi edhe nesër. Unë për shembull vezët e mia do t'i bëj nesër. Shumë mirë. Dje nuk arrita të bëja dje, sepse isha shumë e ngarkuar. Do t'i bëjmë nesër, patjetër do t'i bëjmë me modele të tjera, do t'i bëjmë me pak varak, mund t'i vendosni, si të doni ju, mjafton të jetë një ritual, mua më pëlqen. Dhe unë si Albana e them shpeshherë, mua më pëlqejnë festat, por nuk pres që shpirtin tim ta pastroj në ditën e festave. Këtë po. Absolutisht, është një mesazh shumë i bukur që e përcjelli, që njeriu duhet të festojë dhe të jetë i gëzuar. Po ti je e plotësuar, nuk ke energji negative. Të gjithë ju që mua më thoni për shembull, o Albana, duke sikur unë jam në prizë, sepse unë me veten time jam gjithmonë në paqe, ndihem mirë dhe në fund të ditës, kur do shtrihem për të fjetur, di që shpirti im është i pastër, nuk kam prekur, nuk kam cënuar askënd. Dhe faleminderit Zot për këtë. Po. Kjo është lutja ime më e madhe. Dhe mesazhe të tilla. Ndërkohë, me shkëlqimin që ju dham vezëve, le të shkëlqejmë tani dhe të recetat, çfarë gatuajmë sot? Sot kemi, unë kam vendosur për 2 persona, normalisht, mund të vendosni një shpatull, mund të vendosni 2 pjesë, mund të vendosni 4 pjesë, nuk është rëndësishme. Dhe ato që nuk festojnë nuk do vendosni shpatull, do vendosni si një drekë të zakonshme. Këtu unë kam mishin e qingjit, që e kam lënë në qumësht. Për të ruajtur butësinë. Po, butësinë e kam lënë në krip. Kështu mund të bëhet edhe qumëshin në bidon dhe fal dhuratës. Dhurat, unë të këtu e kam marrë recetën, normalisht i njoh dhe recetat, patjetër që i njoh, sepse është vetë puna ime, por kjo është dhurata Tanasi, është sot e ftuar në ndërkohë për çfarë traditë. Është aset
në kulinarin tonë. Po, pikërisht edhe për traditat, edhe si ekspert e gastronomisë, njoh se shumë e mirë. Është edhe ndër vite i pëlqejnë këto traditat që ndodhin nga veriu në jug, të vjetrat, unë ndjek shumë sa vinë dhe humbasin, por përmes dhuratës edhe personazheve të tjerë të cilët e duan traditën, ne do t'i ruajmë ato thellë brez pas brezi. Tani, ti tregojmë pak produktet se çfarë duhet përveç qingjit tjetër? Ti vendosëm të gjithë marinimin e më pas. Okej, marinimi është proces më vete, kështu që të vëmendje kjo pjesë. Shtoj kripën. Shtoj. Rigon. Piper. Trumës. Kripën. Mustardën. Vajnë. Lëngun. E një limoni. Nuk do t'i qoj dëm. Lëkurën. Do të marrë lëkurën e limonit. Pa kapur pjesën e bardhë. Më duhet bollshëm lëkurë limoni. Bollshëm që të ndihet ajo era e fuqishme, aroma. E keni vënë re për shembull, errat e rënda, themi erë, kurse çan e këndshme është aromë. Ktu është edhe ndryshimi. Po edhe kur edhe shqipton është më shkon më trumë. Do të shtoj edhe pak fare vaj dhe largoj paksa. Pra kemi edhe një hudhër për t'i shtuar. Edhe disa lakrishte të ndryshme japin edhe lehtësojnë shijen e rëndë e të ndryshme të mishit të qingjit. Normalisht. Si jugu për shembull që kur përdor mishin e qingjit apo të kecit, përdor shumë në energjik, bimë aromatike, sepse ekuilibrojnë sadopak yndyrën e mishit të qingjit. Tani siç e ndoqët, kemi marinuar copat e mishit, duke ju rikthyer edhe një herë se çfarë hodhëm aty në tas, fillimisht pak qumësht dhe mishin e qingjit. Shtuam erëzat, kripën, ndër erëzat përmendim rigon, trumës, piper të zi, lëkurën e limonit, lëngun e limonit, mustardën, hudhrat dhe padyshim kripën dhe pak vaj ulliri. Filloj tani dhe një rëzjerje e mirë. Nuk është e nevojshme që unë t'i kap. Një dorez, një dorë mjafton. Niki, keni edhe në ekran, që do bëjmë këtu? Tek tenxherja. Pra, qingji marinuar me lakërishte. Marinimi është proces tjetër, lakërishtet apo gjethet jeshile, do t'ju tregoj tani se çfarë kemi përzgjedhur në tasin ton. Na duhet 1 kilogram lakërishte të freskëta që tek spinaçi, pazia edhe deri tek gjethet e lulelakrës ka zgjedhur Albana për këtë recetë. Mishi i qingjit, 3-4 lugë vaj ulliri, 1 kokë hudhër, mustard 1 lugë gjelle, 2 lugë gjelle majdanos, 1 lugë gjelle koper, 1 lugë gjelle nenexhik, lëngu i 2 limonëve, po ashtu edhe lëkura e njërit prej limonëve. Krip dhe piper sipas shijes tuaj dhe disa degë rozmarine, ose nëse nuk i keni, përdorni dhe rigoni. Këtë mas të marinuar tani, Albana po e vendos në tenxhere. Në një letër pjekeje dhe një tenxhere e cila
kam përshtypjen të jetë e trash, që të mos, që të Do ta mbuloj. zjej avash. Edhe disa udhra të tjera që të plotësohet sasia. Këto hudhra do bëhen, nuk është edhe gabim që hudhra të jetë me lëvozhg. Kur bëjmë thjerëzat, hudhra duhet të jetë me lëvozhg. Dhe normalisht. Me një letër tjetër sipër, në një furrë të parangrohur, pak më e ngrohtë se sa kur pjekim tavat edhe byrekët. Dhe direkt në furrë me nxehtësi të lartë. 220, 250. Të vendosim të mbuluar me letër pjekje dhe me kapak. Do vijoj, do të shkrihet ai mishi, do të marinohet, erza do të bëjnë punën e tyre duke u kombinuar mirë me njëra tjetrën, duke i dhënë mishit këtë aromë fantastike, derisa të piqet deri në fund do një orë gati ndoshta apo jo. Patjetër. Do pak kohën e vet. Kalojmë, ja, te lakrishtet. Pasi të jetë pjekur mishi, do jetë edhe pjesa e bashkimit pastaj me lakrishtet. Unë do të shtoj pak vajin të lutem. Tani kur themi lakrishte, çfarë të gjeni ju? Se Çfarë të gjeni, varet çka ka aty afër po, lagjes, çfarë Patjetër, shitet. edhe lakra e zezë. Po, Çfarë do pra që lakrishte? Çfarë është lakrishte? çfarë është me gjethe jeshile, A bimat aromatike po ashtu, ishte në një studim? një 12-13 lloje i kemi në treg, po të zgjedhin 2-3 prej O, tyre. sa të duash puna, a bëjmë byrekun me 12 jeshilliqet? Për ditën e verës. Po, përfshirë Pra, bimët. ke sa duash ke. Unë i rash shkurt fare. Dhe më dueshin gjethe të forta. Pra, do merja më duhej që të merja lule lakrën dhe brokolin dhe ja mora. Ja, kaq. Po, çfarë nisi të thoje se unë të Për fillova punën me e vajit, lakrishtet. për punën e vajit. Dhe vaji më i dobishëm. Vaji më i dobishëm është vaji i lule diellit. Vaji më i dobishëm. Për Pra këtë nuk ka recetë. një 4, jo, s'ka një 4-5 ditë që e kam lexuar, ndër të gjitha vajrat, vaji lule dielli për të gatuar është më i duhuri. Po. Pra, sepse është ai koncepti që e përdorin vetëm për skuqje. Po jo, ka praninë e vitaminës C, cilën mund ta shfrytëzojmë shumë mirë nëpër sallata, vaji i lule diellit, vaj bimor, kështu që janë disa truke dhe ose disa njohuri që duhet i dim të gjithë. Ke vendosur një thelpi hudhër Një thelpi hudhër sa të më marri aromë vaji. E lë paksa. Derisa të filloj dhe të zbardhet pak hudhra, jo të bëhet në gjurkafe. Po. Këto lakrishtet nuk besoj do t'i vendosim në furrë, Jo. thjesht do t'i japim atë zbutjen e duhur. Do në nga vetëm fura, thjesht do t'i shërbejmë dhe ja. ose se kanë edhe pak ujë nga shplarja Sepse më duhet të jetë me ujë. Më duhet që t'jenë me ujë. Kaq. Pra, më duhet kjo mas. Bushim një tigan plot me gjethe jeshile me lakrishtet tona. Ja, edhe këtu, pastaj ju po të doni, ka patjetër që ka dhe po të doni, Marrim këto 2-3 gjethe që kanë rënë. I vendosim edhe një kapak, sepse i duhet koha tani për të zbutur ullur nivelin e tyre. Thjesht. Ja. Një trazim. Nuk do t'i lëm që të filloj të rrudhen. Po. Sepse nuk na duhen të tilla. Sa tullet volumi që t'y shtojmë Ja. dhe kripën.
As kripën, unë nuk ja shtoj tani, sepse unë po të dua, për Nga shembull. gënjen mendja tani me këtë volum që kanë, se do të jetim në bazë të këtij volumi kripën, ndërsa kur të ulet niveli i tyre që bëhet një masë më e vogël, do të na duket si e kemi hedhur më tepër se ç'duhet krip. Tani. Unë mund të përdor? Ti mund të përdorësh po. Nuk shtoj fare kripën, dhe në fund fare unë i bëj një spërkatje me fara susami. Gjë që fare të susamit prapë shkon i marti. Shkoj i marmër. Gjithë më vështira i vëniki. Unë do shkoj vrap, ndërsa ju do të qëndroni aty ku jeni duke na ndjekur, sepse do të vijojmë tani me suplementin dhe ofertën e sotme të Prostatol. Rikthehemi, po vazhdojmë të përgatisim mish qingji të marinuar mirë me një shije fantastike shoqëruar me lakërishte të ndryshme. Mishin e qingjit për ju që sapo jeni bashkuar ekranit ton e kemi marinuar dhe kemi vendosur në furrë për t'u pjekur. Tani po merremi me lakrat e ndryshme, të cilat i vendosëm në vaj të aromatizuar me hudhër. I spërkasim me pak limon, me lëng limoni. Dhe që të mos shtojmë kripën, pra një sasi krip aty, kemi vendosur që të përdorim salcën aceton balsamike Ponti për një shije më të mirë, krijohet një masë kremoze aty, edhe zëndosojmë në një farë mënyrë kështu edhe sasinë e kripës. E përzje. Tani, do të ngre volumin, sepse e kisha me zjarë shumë të avasht, thjesht sa unë doja t'i zbusja. Ja. Përdorim edhe susamin. Të gjithë masë. E di që ju, kur e pak nga ekrani, që unë shtova, ju duk si shumë. Por, pastaj, ja. Tani shtojmë pak fare sa për një prekje, ja, një prekje, të letë, ja. Derisa kjo masë të bëhet gati, do t'jetë patjetër përpara se të piqet mishi qingjit, se lakrishtet shumë pak minuta duan, sa të duan. Kaq duan. Thjesht, në bazë të shijes, nëse ju doni, mund të shtoni limon më tepër. Ja, kaq. Të ruajmë edhe ngjyrën. E vendosim. Ngjyrën e tyre jeshile, sepse në këtë mënyrë nuk i humbasim edhe vlerat e tyre. Shkoha që të ushqemi në ngjyrë të klorofilt për t'i dhënë trupit energjinë e duhur për të pastruar trupin nga toksinat, për pastruar gjakun. Këto sallatat janë tepër të shëndetshme. Sa më shumë jeshilloqe, aq më mirë për trupin tuaj, për çdo. Edhe për fëmijët, edhe për të moshuarit, për çdo. Një spërkatje e lehtë me vaj, këtu të vendosim mishin apo jo? Mishin e vendosim sipër lakrishteve. Aty, kur të bëhet gati se i duhet. Kjo është tradita e mishit qingjit me lakrishte, është tradita e Pashkës. Unë e bëra më familjare, më të pak. Një qingj se silim do të thush. Një mast të vogël për të sjellë shembullin. Por rruga është e njëjtë. Si u ta marinoni dhe një herë po ua kujtoj, mishin e qingjit do të përdorni disa erza dhe kombinimi i tyre i jep një aromë fantastike dhe bëhemi gati ndërkohë me Albanën për recetën tjetër. Pra 1 kilogram lakrishte të freskëta, do t'i zbusni, marinoni erza, lëng limoni, po ashtu edhe pak salcë balsamike nëse e keni, 1 kilogram e gjysmë mish qingji, 3-4 lugë vaj ulliri, 1 kokë hudhër, 1 lugë gjelle mustard, 2 lugë gjelle majdanos, koper, nenexhik, 2 limon për lëngun, lëkurën e limonit, krip, piper për shijen tuaj dhe rozmarin ose rigon për sëri, tek mishi para se ta vendosni në furrë duke e mbuluar me letër pjekje apo me kapak nëse keni një tenxhere që e përdorni edhe për në furrë. Kalojmë tani tek një recetë tjetër, te një ëmbëlsirë besoj. Na tregoja avash Albana, çfarë ëmbëlsire kemi apo s'është ëmbëlsirë? Ëmbëlsirë është. Oris. Ëmbëlsirë është. Okej. Ja, ti largoj këto barishte se nuk më duhen.
Super, i tregojmë pak edhe në ekran, ëmbëlsirë me oriz në furrë, produktet janë këto. 1 litër qumësht, 200 gram sheqer, 200 gram oriz, 4 vezë, 150 gram çokollatë, 1 lugë çaj sodë ose plur pjekës dhe lëkura e 1 portokalli. Pra, përsëri në furrë, një ëmbëlsirë me oriz, me çokollatë, me aromë portokalli dhe me 4 vezë. Ja të marrë dhe një lugë edhe. Procesin e punës tani, pasi kemi zjerë farin. Kam vendosur orizin. Ju mund të vendosni? Po, nuk kam vendosur këto oriz, sepse është një oriz Karnaroli ka kokrën në rumbullakët dhe kryon atë masën kremoze, që përdorim shumë mirë edhe për rizoton. Tek masa e orizit, që ne kemi zjerë, unë jo pa qëllim e kam lënë me pak, qumësht, shtova dhe qumësht në pjesën tjetër, që t'i jap edhe një ngrohje orizit. Pra kam zjerë orizin me qumësht. Nëse nuk keni qumësht mjaftueshëm, ujë dhe pjesën tjetër pak fare qumësht, gjysmën e masës. E lë që të bëhet. Këtu kam çokoladën, gjë që unë do ta kaloj në blender. Çokoladë e zezë, çokoladë e bardhë, si të doni ju. Çokoladë gatimi. Kështu që mos e hiqni që të na lënë ndonjë copë kështu për çokoladë të zezë. Është me sa përqind kakao? Gatimi është? Është me aq përqind kakao sa që mua më pëlqen. Atëherë, një sekond, këtu, edhe kjo për visin kjo. Unë i kërkova, se vuri fare ujë në zjarë të popullit. Po ty të kamë të kam gjanë. Ty të kamë të kam gjanë, ajo djetë botërisht. Gjithsesi, kur të kesh një tjetër kështu gatim me çokoladë, të tregojmë se për çfarë përdorim përveç se për shije që na pëlqen dhe na. Është edhe shumë i mirë për zemrën, për memorien. Sa na duhet memoria dhe zemra na duan tani. Mbas një gjysmë shekulli që kemi jetuar, normalisht të dyja këto na duan. Humorin e kam. Atë jap një gëzhë me humor. Gëzhë me humor. Pastaj, kjo është domosdoshmërisht pa humor dhe një ekzekutim i fundit. Falenderojmë shumë. Me humor, më shumë humor, me pak humor dhe i duhuri. Po ishte fort çokolada, s'kemi fal. Tani, si që kam orizin, do të marr masën e sheqerit. Pra fare nuk do lodhemi. Dhe vendos pluhurin pjekës. Me një lugë tjetër. Ja, kam lugën e orizin, po. Kësa? Pra kemi zirë fillimisht orizin në ujë të ftohtë, më pas shtuam qumshtin, kemi shtuar sasinë e sheqerit, pluhurin pjekës dhe deri këtu e kemi procesin. Tregojmë në vazhdim. Marrim dhe tepsin. Ja, një tepsi këtu. Çokoladën do të shtoj. Të shtuar vezët. Do t'i ndajmë apo të plota si që janë? Jo, po derisa të kem pak mundësinë që të më ftohet, që mos më piqet veza, do t'i ndaj. Një ka një. Pra 4 vezë. Pra 200 gram oriz, 200 ml qumësht, ujë mund t'ja shtoni. Por, është gjithmonë në varësi, sepse ndryshon orizi nga orizi. Dhe e di shumë mirë sepse ka oriz që është 1 me 1, ka oriz 1 me 2, ka një oriz 1 me 2,5, sikur se tek orizi. Po pa tjetër, që kështu, kur unë oriz që shton, që nuk shton. Po. Ja që i ra. 4 vezë të plota, i shpërbëjmë dhe është që ke vështirë me këto vezët o vital, se me zi shpërbëjt e kam larë mirë, po po. Është e fortë e kompakte. E kam larë është super cilësore dhe mirë. Të portokall. Në nxehtësi prapë këtu. Ja. Që të jetë era e portokallit.
prekje. Në një portokale e moj, të ndala unë tyre. Asnjë nuk e ka marrë vesh. Lulet e limonit të moj, të bini në të bini në syve. Pas ka qenë e shartuar, limon me portokale. Ja, qishëm. Të gjithë limonin do të grish. Limonin e kam lënë të baluket, portokalen e kam lënë të mësirë. Edhe çokolata dhe akullore. Mund t'i shtojmë dhe limon kësaj recete? Po dhe i shtojmë, po le ta lëmë në ndjesin e portokallit. Këtu. Jap një përzgjedhje sërish. Të jenë të ftohtë pak masa e orizit që të mos priten piqen vezët aty tek nxehtësia. Po pse? Mua kush më e ftoj me pak qumë, patjetër. Ajo do të piqet në furrë, kështu që përthithet edhe sasia e qumshtit nga orizi. Kaq. Sa t'i jap një ftohje të duhur. Ja, dhe masa. Trazojmë mirë që të... Ja, kjo masë e duhur. Bëhet e një trajtshme. Në ëmbëlsira nuk përdorim lugën e drurit, e dini shumë mirë. Edhe çokoladën aty do ta përzim? Ja. Çokoladën kam një vend të rëndësishëm në mes. Në mes. Pra do jetë një shtresë e parë. Do ta e kuptova. Do jenë dy shtresa. Një shtres me orizin masën që po përzijmë, një shtres me çokoladën e grirë, pastaj përsërisim edhe një herë produktet, sepse jemi drejt finalizimit të recetës, përpara se ta vendosim në furrë për të pjekur ëmbëlsirë me oriz në furrë. 1 litër qumësh, 200 gram sheqer, 200 gram oriz, pra nga një gotë. 4 vezë, 150 gram çokoladë të grirë, një lugë çaj sodë ose plur pjekës dhe lëkura e një portokalli. Pres, fitoj edhe kohë që ftohet. Dhe vaj fare që të mos na ngjisin në fund. Punë të tepsisë spërkasim me vaj. Se do duhet prap shumësht, prap mund t'i shtojmë. Dhe do të shtoj. Ta mbajmë lugën? Atëherë, një sekond. Kështu direkt. Shtresa e parë. E lëm pak sa të. Dhe tani i vëm me pak sa të diun që të shtoj pak. Po, që të jenë të barabarta, kur të piqet dhe kur të ndahet, do të përthithen këto lëngjet, do jetë një masë e thatë. Mos të hymë në hak me këto dy copat që mbajtë. Jo, me nuk më hymë në hak, ja. Shumë e veçantë kjo receta. Po, edhe... Shtojmë edhe masën tjetër të orizit dhe gati për ta pjekur në furrë. Nëse kam këtje për mbarun edhe. Ta mbajmë kështu? Ja. Apo ta edhësh me lukë këtë pjesën? Pse? Çokoladë të bardhë, si të doni ju. Besoj se kjo çokoladë e zezë shkon më mirë se bën dhe një kontrast me ngjyrën. Pastaj përshije është zgjedhje personale sipas dëshirave, po mendoj që kjo e zeza është zgjedhja më e mirë. Mbuloj gjithçka. Duke qenë se të gjitha produktet janë gjysmë të gatshme për të pjekur vezën dhe për të përthithur lëngjet, do ta lëm më pak në furrë, derisa të duket që është pjekur edhe është ajo prova që ne bëjmë gjithmonë.
Ja, tek e përfunduam, një vendosje në vend të treja shtresave. Sa e mirë do jetë. Ëmbëlsira me oriz në furr, po e vendosim me njëherë që të përfitojmë nga koha dhe të kemi mundësi ta servirim deri në fund fare. Gjithsesi ju për të rikthyer recetave, e keni tashmë kanalin tonë në YouTube Reze Dielli, aty do të postohen të dyja videot edhe të mishit, të qingjit dhe lakrishtet. Do shkëputemi për publicitet tani dhe do të rikthehemi me një tjetër recetë, atë të tretën. Dhe jemi rikthyer për të vazhduar me recetën tonë të tretë. Si themi ne, treta e vërteta, një recetë për gjithë familjen, sepse dhe paketimet nga Sallameri i saj janë paketime familjare dhe na ofrojnë një lehtësi në vaktet tona, se si ti organizojmë ato për t'i dhënë shije fantastike. Për vetë faktin që janë paketime shumë cilësore që nga ambalazhimi, ajo çka brenda kanë këto paketime është akoma më cilësore sepse ka një pasion brenda. Një pasion prej 30 vitesh që Isai punon në fushën e Sallameris, duke na ofruar varietete nga më të ndryshme dhe duke na sjell shije në çdo tryezë në familjet tona. Paketimet familjare bëjnë më të lehtë zgjedhjen e ne konsumatorëve për të gatuar dhe për të shijuar një produkt cilësor, sepse pasioni për cilësinë është prioriteti kryesor i Isait në këto 30 vite eksperiencë, duke ruajtur traditën dhe duke shtuar më tepër pasionin për një produkt cilësor. Me këto produkte do të përgatisim tani një recetë për cilën le t'i tregojmë fillimisht produktet, çfarë kemi në tryezë. Çfarë do t'i gatuajmë këto produkte të Sallameris, sallam fshati me perime dhe verë. Një filxhan, gjysmë filxhani verë të kuqe, një 800 gram nga këto produkte të sallamit, që mund të jenë edhe pikante apo të tymosura, do na e thot Albana çfarë ka zgjedhur, 500 gram speca të kuqe dhe jeshile bashk, 3-4 domate, 3 thelpinj hudhër, gjysmë qepe e prerë në feta, krip, piper, rigon, spec i kuq djegës. Nëse do ta përdorim, se kemi dhe një nga, për shembull, sallami sakson është sallam pikant. Nëse do të zgjedhim saksonin, do ta heqim specin djegës. Shija speciale të sallamit të fshatit, apo varietetet e shportës tonë. Do doja të dyja t'i përdorja. Bëjmë një gëshetim, bukuri. Bëjmë gati specat, qepët. Unë nuk do të shoj djegës, do marrë dhe pjesën tjetër të sallamit. Shikoja. Kanë një shije speciale. Gjithmonë zgjedhim për tryezën tonë produkte që kanë një cilësi të lartë dhe që të kemi mundësi ta konsumojmë këtë recetë gjithë familja. Era të sallamin tjetër, Niki, sepse fillimisht unë duhet të pres. Ka menduar kompania e saj që paketimet jenë ekonomike dhe familjare në mënyrë që të kemi mundësi të zgjedhim, edhe nëse duam të provojmë varietetet e ndryshme të shijeve. Janë paketime të vogla, ekonomike, me një peshë të konsiderueshme dhe të përballueshme për vaktet që do të zgjedhim. Tani Albana po përgatit 2 lloje. Llojin sakson, pikant, varietetin e sallamit sakson. Pra, do t'i pres. Dhe për kënaqësinë e tryezës tonë, kombinojmë 2 shije. Këto fundore gjithmonë i kaloj, kur më duhen, i mshillemi me mbran dhe kam një recetë tjetër, qoftet palacinka, sepse kam palacinka në një recetë që kështu. Ja. I lë që të skuqen. Që të skuqen dhe të lëshojnë ato aromat e mira. Për kapaku. Dhe me këtë talier mbaruan punë. Mbaroj punë. Dhe jam me tjetrën. Pra kemi tani punë me perimet, me domatinat, me qepët,
të prera në feta me speca të kuq dhe jeshil që i kemi kombinuar bashk për t'i dhënë atë shijen gjithë gatimit. Qepët i kam në gjysmë hënë, si që shikone. Kam specat, pra është grupi tjetër. Po. Që është një kombinim janë të ndara. Dhe pasi të jenë gatuar, skuqur, zbutur, lëshuar aromat nga sallamet që vendosëm në tigan, tek ato vajrat aromat që ato kanë lëshuar, do vendosen edhe perimet apo jo, që të marrin dhe një aromë të mirë. Për gjysëm, se këture s'ke si që i pret, përse zhjith domatinin, sepse ka shumë shije, se domatja tjetër, ose fruti tjetër, perimi tjetër, se si të doni ju. Unë vetë këto domatja është frut apo perim, unë e them vazhdimisht që unë pomodorin e quaj frut. Po dhe është frut, po konsumohet si perime. Pa. Domatja është frut. I shkon shumë mirë me... Janë shumë të mira, tani janë dhe domatet e tjera të kaluara në zgar, sezonit rozmarin, shumë e mirë. Qepa, sikur thjesht asë lloj perime tjetër të kemi, kanë super shije. Me pakës djath, apo ato mezet me produktet e isajt. Një meze, pak djath, qep, domate, speca. Prandaj thash që kemi zgjedhje për çdo vakt. Tani edhe për drekën, edhe për mëngjeset, po tek domatinat, nëse do të ndaleshi dhe do t'i konsumonit shumë, të them shumë për ditë, edhe domatet e kuqe, sepse tani kam filluar edhe t'i sjellin fermerët tanë, të produktet e vendit, dhe për shkak të klimës së ngrohtë. Përbërësi kryesor i këtyre domateve që kanë dhe formën e zemrës, është likopeni që ndihmon shumë mirë në funksionimin optimal të zemrës. Pra, sa më shumë domate, aq më zemër të fortë do të keni. Qa the? Jo dhe më qepën tani, zbutet dhe aroma që ndjejmë këtu është ndjellëse, shumë ndjellëse. Do kemi kujdes te kripa, ju që përdorni këtë lloj sallami. Në sallamin tjetër nuk është problem, mjafton? Ja. Një prekje lehtë. Më pëlqen në fetëza Hudrat. Dhe të jem paksa, jo në fetëza të holla. Po, të jem të dukshme. Do shkojmë për shtatë edhe me pjesën tjetër, siç është prerjet kafshatëzat e sallamëve dhe perimeve të tjera. Për t'i shuar unë, pra vetëm një e tillë kështu. Si kurse, do të shtoj edhe salsën. Për t'i dhe në atë ngjyrën e këndshme. Ja. Nuk kam nevojë fare të masë gramaturën. Ju e dini shumë mirë. Është salsa që kemi punuar për gjatë javës, kështu që do ta shfrytëzojmë deri në fund. I mbuluam me salcë copat e sallamit. T'i lëm tani që të zbutet, edhe me verën që shtuam. I shtojmë edhe specat, se edhe 5 minutat e fundit që na kanë mbetur, duam që ta shohin zonjat. Do të shtoj të gjithë masën të specave. Të gjithë masën ja këtu. Tomatet në fund, se aq pak ju duhet. Po edhe speca dhe domatja më duhet aq, sepse unë nuk dua që të bëhet al dente. Të ndihet shija e specit. Këtu, bukuri. Shtoj në fund. Edhe pjesën e domatës. Pjesën e domatës. Dhe ja, kjo ishte receta jonë e veçantë e shishme shpejt në tigan me ngjyra po ashtu. Ti bëjmë dhe një përsëritje se çfarë përdorëm për këtë recetë të shpejt. Një gatim me
salam fshati dhe me perime të shuar me verë. 800 gram salam, pak verë të kuqe, speca të kuq dhe jeshil, 3-4 domate, thelpin hudhër 3, një qepe prerë ose gjysmë qepe prerë në feta, kri piper rigon dhe speci kuq djegës, gjithmonë nëse nuk zgjidhni një salam pikantë, që të mos ja shtoni më shumë dozën e specit djegës. Dhe tani në tryez, na solli Albana ëmbëlsirën me oriz dhe me çokoladë, me qumësh gjithashtu, speciale. Nga ngjyrat e tiganit me salamin dhe specat, tek mishi qingjit dhe lakrishtet, ti vendosim të gjitha së bashku, base i shërbim, ndoshta mishi do të doj dhe më tepër, por çrën si ka, ne po e tregojmë deri në këtë fazë që është, i lëm ashtu siç janë, dhe procesin do ta lëm të vijoj edhe për minuta të tjera. Nga receta e parë e mishit të qingjit, tek ëmbëlsira, për ta zbutur pak, edhe deri tek sallamet me specat, besoj që kemi arritur të ndërtojmë një tryez me ngjyra, me shije dhe që t'ju kem pëlqyer. Mos harroni do të klikoni në kanalin ton në YouTube Reze Dielli me detajet për recetën, me foton për kace. Shifeni pak mishin, është marinuar shumë mirë, ka një aromë fantastike, por do të marrja të faqen, kështu që do ta lëmë edhe pak. Largohet edhe rozmarina. Po, do ta spërkasim që të piqet mishin në rehatin e vet. Dhe lakrishtet që nuk do ta humbasin ngjyrën deri në fund fare, e po ashtu edhe ëmbëlsira jon. Do pjekje sërish akoma, po thjesht ne hoqëm më përpara sepse duhet të jetë kompakt si puna e kekut. Po, e tha, do të prihet në copa. Ku një shtresë është shtresa orizit e qumshtit, aromave të tjera që i dham të portokallit në mes, çokolata e shkrir, fondente, zgjidheni çokoladë të mirë gatimi. E shërben me reçel, me çfarë do lloj reçeli të doni ju, po të doni dhe po të keni shijen e dur, patjetër me atë mjaltin që është organik. Po e kemi. Tjetër. Por ekse keni edhe gëzuar festa, çfarë tjetër? Kalofshi super, një fundjavë të bukur për Pashkët e të dielës, sigurisht që nesër në mbrëmje vonë është ngjallja mesha e kishës, që patjetër do të pasqyrohet edhe në kanalin e Report, në ekranin ton, edhe patjetër trokitja e vezëve. Dhe ne të dyja çfarë do bëjmë? Dhe ne të dyja do shkojmë në kishë. Trokasim vezët, Shihemi pas pak me pikërisht traditat edhe atmosferën e Pashkëve, pas publicitetit dhe fleshit informativ. Të lumë shinduar, fundjavë të bukur dhe gëzuar. Ju pres pas pak. Në këtë atmosferë pritje të Pashkës nga e premtja madhe, e premtja e zezë si sot e deri në tryezën festive, disa zakone, tradita, rituale, receta gatimi që i kanë mbetur dhe trashëgojnë brez pas brezi me dy zonja të nderuara që përveç se janë eksperte të gatimit, i ruajnë me pasion këto tradita. Zonja Lefteri Gjoshi dhe zonja Dhurata Thanasi. Mirë se erdhët, kënaqësi që u kam këtu. Kënaqësi edhe për ne. Dhe gëzuar, megjithëse është ende herët, sot e premtja e zezë, ndoshta për të treguar dhe për publikun, edhe për të gjithë besimtarët që këtë vit festojnë bashk katolikët edhe ortodoksët në një ditë që ndodh një herë në 4 vjet, apo jo zonja Lefterie? Ashtu është e drejtë. Çfarë simbolizon e premtja e zezë? Është e drejtë. E premtja e zezë simbolizon kryqëzimin e Krishtit. Gjyshet, mamat tona gjithmonë na thoshin që ditën e premte nuk duhet të bëjmë asnjë gjë. As për të gatuar, as për të bërë punë të rëndomta në shtëpi, sa edhe zogu nuk ngre fole, theshin. Do më thënë nuk punon për folen e ti. Do më thënë kryqëzimi i Krishtit ishte një zi, ta quajmë, për gjithë të krishterët, pavarësisht se ai u kryqëzua për një dashuri të teskashme që kishte për njerëzimin, për të marrë mbi trupin e tij, mbi gjakun e tij mëkatet e njerëzve. Prandaj dhe quhet e premtja e zezë. Deri në receta minimaliste të kësaj dite, apo jo, ku nuk konsumohet as mishi, as bulmeti, siç ka qenë në gjithë muaj kreshmës, që besimtarët kanë mbajtur. Çfarë konsumohet sot? Sot, në fakt, konsumohen gjëra të zakonshme, nëse mundesh fasule, supra, gjëra të lehta, po. Ndërsa gjithë java, që quhet java e Pashkës,
para të ejnëtes fillojnë pregatitjet e gjithë këtyre, qarë do të gatuajmë, qarë do të bëjmë, kurse tamam gatimet fillojnë ditën e ejnëte, që koincidon me skuqen e vezve të Pashkës. Gjithmonë këto ju thash bëhen më përpara, do më thënë lajen vezët, i lenë në temperaturë dhome, për të mos plasur kur i zjen. Dhe gjithashtu si karakteristike e asaj zone, nga unë jam, janë byreku me mollë. Ja, kjo që po shojmë tani, që shpesh e bëj në format të ndryshme. Këtë si vjetë për shembull e kam bërë në formë trigonash, por shpesher i bëj edhe në formë roleje dhe priten si patkonj. Pse? Sepse molla është një nga frutet shumë të shëndetshme, shumë të dashura, por e shoqëruar gjithmonë edhe me arra të shtypura, edhe me kanellë edhe pak erza, erza në kuptimin e këtyre pijeve, që mund t'jetë konjak ose mund t'jetë në një tip likeri, dhe edhe të tjera forma për shumë që mund t'u japësh, kurse veza e kuqe është ajo që i vë të ejnëtes, i vë embrin. Është e ejnëtja dita e vezve. Njëkohësisht, ditën e ejnëte, ne edhe vezët që kemi ruajtur nga një vit më përpara, unë ruaj, nga që kam dy çunat edhe vetë, ruaj gjithmonë 3 vezë, do më thënë janë 3 kurora në shtëpi, dhe ato vezë që janë ruajtur nuk prishen, asnjëherë nuk bën vaki, i hedhim i çajm, i hedhim në lumë, diku i hedhim në lumë. Ose gjyshet, neve për shumë gjithmonë i hedhim tek lumi i lanës, kurse kur ishim edhe në rreth... Mjafton që t'jetë një ujë që rrjedh dhe... Jo, edhe në udhë kryq theshin. Çaj e vezën edhe në udhë kryq. Kur ditën e ejnëte hizet apo? Ditën e ejnëte, mbasi ngjyen vezët e shtëpisë për vitin. Për shembull këto, ato që ke ruajtur një vit më përpara, i hedh në lumë, domethënë ikën e keqja, si thosh. Ajo është, veza simbolizon celulën e familjes, kurorën e familjes. Se ndoshta dhe me tradita dhe me besime dhe me zona. Për shembull, disa zona e kanë që vezën e hedhin 40 ditë pas Pashkës, bashkë me lëngun ujin që kanë skuqur vezët, të cilin e hedhim në një ambient me lule, në një obor me lule, ose në një vazo me lule. Unë në fshatizanat, kur e thonë, në familjen tonë, vezën, se mami bëhet përgatit atë, unë përgjithsi gjithmonë, i kam thyrë dhe i kam edhur në vazot e luleve, thjesht, jo e nisur nga zakoni, se sa nga kalçumi që përmban lëvozhga, ajo është komplete e konsumuar nga brenda, është thar. Po, nuk e kam lidhur ndonjëherë me fjalë, shumë ateiste kjo qasja ime, dhe e kam hedhur gjithmonë si çedh, edhe kur ndodh shpeshherë që mbledhim lëvozhgat e vezëve që janë bazë mirë për tokën. Kështu që këtë kam bërë. Zonja Lefteri një më shumë tradita. Në familjen tuaj keni si rrallë herë festohen Pashkët katolike dhe ortodokse në një ditë. Bashkëshortja juaj është katolik, ju ortodokse, kështu që... Ortodokse si origjinë. Edhe pse të dy nuk kemi shumë, si thuash, praktikus të fesë, pra nuk e ndjekim në... Por thjesht si prejardhje, familje, edhe e kemi të tillë. Kur ka qëlluar që ka qenë festa ortodoksve, me fjell Pashka ortodokse, jemi thritur nga familje ime, e mamas, edhe ne në përgjithësi gatuajmë, si që thash, o në darkë, kur këthen nga mesha e darkës, gatuaj supa magjiris. Kam shkuar shpesher në mesh. Të shtunës në darkë? Po, të shtunën në darkë që qëllon. Ose ditën që është një fjallë për të këthyër, për të, si tu ashtë pritja e Pashkës dhe thënja asaj fjallës Krishti unë gjallë një fjallë. Dhe kur këthejmë në shtëpi duam nga një supë magjiric, që e kemi shumë familjare këtë gjë, ne gatuam gjatë gjithë vitit, kur na qëllon që rallë marim mishqingji edhe e përdorim, më pëlqen shumë si supë, është shumë e letë, thret gjithë pramverën, gjithë lakrat e egra, lakramet që themi në nga jugu, erzat të ndryshme si kopër majdanoz në gjik, edhe çdo gjë tjetër, kështu që na pëlqen. Çfarë kemi patur dhe si fëmijë, ne gatuanim shumë kulluret. Në fjalë këto biskotat, po, që siç e ndava dhe më përpara, ne i gatuanim dhe gjatë vitit, po, sepse nuk kemi qenë flas për ato vite kur ka pas çik skami, në fund vitet e 80-ta që unë kam qenë fëmijë dhe ne i përdorim, por kulluria ka ngelur tani, ka mbetur në familjen tonë.
Se Leferina ka sjell një grup fotosh në fakt nga ato që ka gatuar në familjen e saj, si pas traditës dhe ritualit të besimit ortodoks, kështu që përmes fotove do të na ndihmojë regjia dhe do të na tregojë se çfarë realizon ajo në tryezën e Pashkës, si pas traditës ortodokse. Para Pashkën ne gjithmonë mendojmë ose sigurojmë qingjin që do të pjekim për Pashkë. Është karakteristike qingji diçka e pranverës, diçka e njohur, kuptohet, edhe mishi shumë i shishëm, që piqet të gjitha këto pjekje, gatime, në fakt neve i bëjmë që ditë në shtunë, që dita e diel tjetë e lirë edhe vishen, shkon në kishë, ka atë ceremoninë e vetë. Por unë doja si vazhdimësi gatimesh, traditash, unë doja të theksoja për të premten e thash që nuk gatuhet asnjë. Kurse për ditën e shtunë, nuk gatuajmë mish, por zakonisht gatuhet peshk. Sepse peshku gjithmonë simbolizon tjetër lloj ushqyerje, si të thuash. Përveç kësaj, thash të shtunave gatuajmë gjithë ato që na duhen për të dielën. Është karakteristike, pra pjekja e mishit të qingjit, një byrek, pa tjetër, nëse ke mundësi që mund të bësh edhe me bulmet, me qumësh, me djath, me vezë, por edhe me ndonjë nga këto jeshilet, domethënë për tavolinën e të dielës e kam fjalën, lloje të ndryshme ëmbëlsirash që mund të jenë tip amaretash, tip unë në fakt nuk e bëj baklava, po e bëj në formë roleje të mbushur me miell me gjallë brenda dhe pastaj i pres copa. Domethënë edhe atë byrek sheqeren që e kemi tradit që duhet pa tjetër të jetë, por jo 2-3 lloje ëmbëlsirash, sidomos kohët e fundit, se më përpara isha pak tamaqare në këtë drejtim, unë duhet të bëja disa lloje, edhe kur a bie. Por tani shkufizuar një çik. Buka e Pashkës te para, është te para, por tamam me një vezë në mes. Buka e Pashkës që kishte vezë, kekun. Dhe ajo që është karakteristike është buka e Pashkës me vezë. Me vezën e kuqe. Më përpara, në zonën e Korçës, në atë trevën e Korçës, ka qenë tradit që gatuanin edhe bukën me qiqër. Por tani, kjo tradit më duket se është zbehur, sepse është një vazhdimësi kohë, ose do një 24 orë që ta realizosh atë. Edhe nënat dhe gjyshet tona e fillonin e zinin atë brumin, si të thuash, të qiqërës e zinin që të ejtë në darkë, e linin të premte gjatë gjithë kohës flinte e mbështjel, dhe duke u gdhirë e shtuna, natën ngrieshin, dhe duke u gdhirë e shtuna... Natën, sepse ka qenë në mes i natës, vajtja në kish, ktheshin nga kisha, sillnin dritën në shtëpi. Zinin brumin e qiqërës, e linin dhe atë shumor që vinte brumi, si që vjen buka, dhe pastaj pishnin. E tani nuk e bën asnjë atë, por unë këtë bukën me vezë, bukën me maja, kuptohet, me vezë e bëj gjithmonë. Pastaj edhe ato që tha dhurata kullurit, neve i benim si punë biskotash, formasht të ndryshme, që kënaqin fëmijë. Traditë ortodoks. Doja të theksoja këtë Nikoqirllëkun e zonjave tona, e grave tona, që qingjin kuptohet që e piqnin për të dielën. Të brendshmet që ishin mushkëria e bardhë edhe zorrët i bënin supë magjeric. Dhe supa magjeric, tek ne gatuaj, me ato, nuk duhet të tregoj procedurat, por me majdanoz, me kopër, edhe me marule i theshim, në salat jeshile. Pritet, pak se gjatë azjeo, që të mos të zvarritet si zorë, edhe i hitnim edhe pak oris bashkë me zjerjen e atyre copave të vogleve të mushkëris, që të trashte lëngun, edhe e hanin atë jo në drek të dielën, por në darkë të dielën. Ndërsa, për të hanën pastaj, kishte mbetu mushkëria e zezë. Festa vazhdon dhe të hanën, no? Që i theshin mushkëria e zezë. Atë e gatuanin, e bënin tav, ose e bënin të skuqur, të pjekur, si mund të bënin, e bënin për ditën e hanë. Këto ishin gatimet që vazhdonin, si të thuash. Vizitat në shtëpi vazhdojnë të jenë? Po, unë i vazhdoj. Unë i vazhdoj të gjitha këto,
Thash edhe vezët, edhe bukën me vezë, edhe mishin e pjekur, e të gjitha. Kështu që sot unë e kisha pushim dhe mirë bëre që na thirre këtu. Nëse do filloj, nëse fillon me gatimet, me peshkun, me... Për të bërë gatimet për djelë. Të ndërruja një qikë për këtë bukën me qiqrat, të cilën unë e mbaj mend kur kam qenë e vogël, falë ca miqve të Timeti që kanë qenë Korçar, jetonin në Tiranë dhe e bënin. Më vjen gjuna që po harohet, sepse nuk mund të ketë për kushtim, unë nuk jam praktikuese fes, po unë mendoj që një ortodoks i mirë, një katolik i mirë që bën gjithë rritet e ti, duke vajtur në kish, duke u falur, duke u pastruar, etj, duhet ruaj pa diskutimisht edhe këtë. E di pse bëj këtë gjë, e di pse, jo vetëm aromë të mirë dhe bën shumë mirë, sidomos për njerëzit me diabet, sepse nuk përmban gluten, është e mirë ajo ardhja, bëj me brumë të ardhur, pra punoj njerëzit, po tregon edhe një lloj sakrifice për Krishtin, për, me një fjalë, çdo rit kulinar përkon me një rit vetë mohus, me një rit fetar, me një rit që ka një kuptim. Dhe në këtë kuadër, edhe jashtë fesë, unë mendoj që këto receta janë gjevahirët e kulinarisë sonë, edhe historisë të kulinarisë sonë, që duhet të ruhet, dhe pse jo, këto që bëjnë furpjekësit edhe, sidomos në Korçë unë kam gjetur. E gjellë. Ta bëjnë bukën me qiqra, sepse është shumë e mirë. Pse italianët e ruajnë, kur bëjnë kolombën, për shembull, që kanë në periudhën e kërë, jo 24 orë, po e fillojnë me ditë të tëra, dhe nuk kam vis flas për moshën edhe ato që kam filluar tani, që nuk përkushtohet për bërjen si të panetones në Krishtlindje, ashtu dhe të kolombës, ose i thonë këti kolomba quhet dallëndyshja që sjell pranvera, ka një simbolik, sepse gjithë simbolika buknore është e lidhur me rite o pagane o fetare. Kështu që është pjesë e historisë dhe unë i ftoj të gjithë gratë që ta bëjnë bukën me qiqra, sepse është gjë shumë e bukur. Ka gra me rakshesha që e bëjnë, sidomos Korça, e bëjnë. Dhe ka dhe furra që bëjnë bukë të mirë. Por unë doja të përmend... Por nuk ka më mirë se sa kur e gatuan në shtëpi, po unë di që buka me qiqra, për ato që ruajnë ende traditat e dasmave, gatuhet edhe në dasma. Edhe në dasma, po. Unë doja të përmendja këtë. Tani disa tradita i kemi marrë, si që po të regon edhe dhurata, si e bëjnë italianët. Imbir edhe Nusja kanë studiuar në Rumani. Edhe për pashk aty pregatisnin një kuzunak i theshin, kuzunak si puna e panatones, që bëhet me qikolat brenda, hidhe dhe qikolat, do më thënë, e len, vjen, e punohet për së dyti e merat, edhe për sipër gjithashtu me qikolat. Edhe imbir, edhe Nusja gjithmon e gatuan, plus këtyre, paralel me këto që gatuan nëna në shtëpi, edhe ata e përgatisin gjithmon, dhe ta shqipëm theshtë djali të shtun do të bëjmë në kuzunakun. Edhe pjesë e gatimeve është bërë edhe kjo. Që kanë adoptuar. Po, rumunët, ju e dini që Korça është bërë nga vlehët. Një pjesë e korçarve, sidomos voskopojarët që kanë qënë me kulturë të jashtëzakonshme edhe për para, se t'ishte Korçë. Vlehët, po prandaj, e theksoj këtë gjë, sepse kultura vlahe, sidomos përveç shumë gjërave, unë e kam përmendur para ca ditësh në një forum që isha, edhe folëm për këtë gjë, ka sjellë edhe gatimet e saj, ka influencuar kulturat tona, si tiranse, si korçare, me gjithë këto gjëra që janë pasuri e madhe, që vlehët i kanë sjellë. Unë edhe aty të gjyshet milionere, futa shumë receta nga këto. Po, është shumë mirë, sepse vlehët kanë arumunët që thonë, edhe kanë shumë tradite. Edhe janë shumë të rept, jo këshu, liberal. Janë shumë të rept, duhet bërë kjo, është dita e kësaj, do më dhe janë shumë të rept. Kultura ashtë të mbahet, duke qenë një qik edhe fanatik. Nuk kam bërë tjetër për ta trashëguar brez pas brezi. Tani duke qenë se këtë dielën festojnë dhe katolikët dhe ortodoksët. Ka ndryshime në rituale dhe në traditat? Në rituale nuk e di, sepse katolikët vend të gjithë në darkë, me i fjallë është disi në qikë më ndryshe ortodokse, po katolikët e kanë pothuajse të detyrueshme vajtjen në meshën e darkës dhe kthimin pastaj në shtëpi edhe me dritën që sillet deri në shtëpi.
dhe konsumimi i drekës pashkës, ajo është më kryesorja, ata nuk kanë vezën e pashkës në simbolikën e tyre, flasë për kulturën italiane, ose katolike shqiptare nuk para e njofë shumë mirë, nuk e di nëse e bëjnë vezën katolikët e Shqipërisë, por që atë që kanë është gatimi... Po pra, ndoshta dhe e bëjnë, nuk i kam ndjekur shumë, por çka është e rëndësishme, se që tha dhe Lefteria, është gatimi i mishit qengjit. Qengjit janë kryesisht... Arsyeja pse zgjidhet qengji? Po, edhe për flim, në përgjithësi fliohen qengjat për të kremtuar ringjalljen e Krishtit, ka qenë në traditat që pagane, që para se të, me fjalë, zotave, lloj zoti që i faleshin, flijoj diçka. Kështu që flijoj, në që ke egër kjo gjë, po që po e bërë në mënyrë të integruar pa marrë një qinq për familje, po duke e ndarë, unë ndaj për shumë me familjen time, në mënyrë që mos bëjmë ato kasapanat e mëdhaja të ngrënjes, edhe pa tjetër e gatuam si që folëm dhe me Albanën, me këto njomishtet, apo me gjithë këto lakrat e ndryshme, o me qepujka, ose me, për shumë, katolikët, po, me patate, varet si e kam familje. Në familjen tonë, po edhe shumë familje ortodokse, po të zonës Bregut, argjinarja ishte kultura stinore, dhe përdornin shumë argjinaren, po edhe në Liguria, për shumë nga vjen bashkëshorti im, duke qenë kulturë detare, jo si Toskana, po zona Lombardise, përdorin shumë argjinaren, ose karcofi që thonë, edhe në gjuhën tonë, në gjuhën e hershme tonë kemi pasur argjinare, dhe e shoqëron shumë mirë qingjin. Sepse duhet pa tjetër qingji duke qenë diçka që edhe të bajaldis njësë, duhet pa tjetër ta ambisat shqiptarë kanë qenë shumë të mençura që të përdornin produktet e teritorit që janë lakrat e gra, apo gjithçka tjetër, po erzat të ndryshme, në energjik, ose dhiozm që i thonë në krajinat ndryshme, kopër, qëfar, najazëm, do i thoshin nga nanic, si thonë nga veriu, pra ka shumë... Po, nanic. Do më thëmë bima aromatike që ka më shumë emra është në energjiku. Në energjiku, po është i përdorur dhe mëndër, në nga kemi jugu, po... Fier, lushnje, vlore, e quajnë... Dhurata bëjmë për pashkët, dhe më thonë dhurata simbolike? Për ne, ushqim pasoj në përgjithësi. Nuk është karakteristik në katolik pasoj shumë ushqim, kush bënte kolombën ose dallandyshen, që është baza njësoj paka shumë e panetones, pra njëta gjë, e dhuronte këtë gjë. Për shembull, mua më pëlqejnë këto bukë të ëmbla, ose le të themi si që bëjnë me këtë vezën, që shumë... Me malepin, me atë erzën karakteristike që e parom të këndshme. Po, edhe anisi i idhnin, ose aniqe, ose ajo stela, ylli, e përdornin shumë. Në përgjithësi, pjesa e Bregut shkëmbente edhe bukëfiqet, që i kanë pasur në ato kanapetu së sunduqet që i mbanin të tyret, u jepnin nga një fëmijëve më shumë, po përgjithësi veza, shkëmbimi vezës ka qenë. Ne në fakt karakteristike kemi vezë. Në më kushdo që mund të vi edhe për vizit. Që ndan edhe në kish, për shembull, kur ndahet me njëri tjetrin. Kuqe, por unë tani edhe komshijeve që nuk i kam, nuk janë të kryshtera, por janë të fest tjetër. Unë gjithmonë ju dërgoj nga një për njeri. Për shumë janë 5 veta në familje, ju dërgoj 5 vezë. Edhe kuptohet edhe ndonjë bombone, ndonjë nga këto ambëlsirat, amareta. Ka gjë trukitet veza dhe shpallet ringjallja e Krishtit, do mos vajzave që sa po ishin fejuar, apo që është marrë vesh që është azan, patjetër u jepet e para veza e pashkës për mbarësi edhe për plotësinë që ka veza. Edhe për dëshirën për t'ja dhënë parë, antikisht nuk konsideroj shtatzania është gjë normale, por jepe një ashtu jepe ushqim më i mirë që të hanin sa më shumë. Unë do doja t'ju ftoja në minutat që na kanë mbetur në tryezën që Albana ka bërë gati për ditën e sotme, sepse e di që edhe aty keni diçka për të komentuar si eksperte të gastronomisë. Marrim dhe byrekët me moll të traditës ortodokse, që zonja Lefteri ka gatuar enkas për ne dhe vinja aromë shumë të mirë. E ja shkojmë tek tryeza. Edhe vezë. Gati është tryeza jonë, si pas asaj që dhe ne folëm, mishi qingjit me lakrishte, që duket fantastik. Është dhurata. Po pra sa mirë. Po kjo qara? Kjo është një ëmbëlsirë, do ta shpjegoj Albana. Është një ëmbëlsirë që unë jam frymëzuar dhe është 90%, 10% kam vendosur unë.
Altinit, që është i Altin Mrizanëve, po. Ai që ka bërë me risot, me oriz. Me oriz. Po, është bërë virale. Unë mendova që të bëjmë më mirë këtë me oriz. Shumë mirë. Që mund ta bëjnë të gjithë si për festë. Super. Oriz, qumë, sheqer, çokoladë që është shtruar në mes të dy shtresave, të shkrirë, çokoladë të shkrirë dhe duket që është fantastike. Dhe mishi qingjit që e komentua me lakrishtet me një marinim special. Neve në fakt zakonisht e gatuaj me patate të pjekura. Se në zonat e ftohta dhe lakrishtet nuk është se janë prezente, se duhet parë dhe zona kurite. Tani kanë filluar në këtë kohë të pashkëve ka filluar lakra jeshile. Lakër, e zakonshme, kështu i theshin, ose lëpjeta. Dhe ne kemi zakon që një nga pjatat në tavolin duhet jetë përvlojen pak ato lëpjetat, edhe pastaj me vaj ulliri edhe me limon, ose me usu, si ta kesh dëshirë, e vendos në tavolin, sepse ajo i jep edhe si aperitiv. Do kjo recetë është. Dhe tava me patate, thash me mishin e pjekur, është tjetër gjë pastaj, që të lëshon lëngrë. E rëndësishme është që kjo festë mbledh familjen. Unë di të them edhe një gjë, ju falenderoj gjithmonë jashtë mase. Kjo është leja ime publike, që patjetër që unë recetat tuaja i marr, i përdor, frymëzohem çdo ditë dhurat, patjetër. Pra librat dhe faqja jote në Instagram është gjithmonë takun. Se jo që të mos i përcjellë se janë recetat të cilat bazohen në traditë, në tabanin e traditës. Që të mos e humbim traditën dhe ta trashëgojmë atë brez pas brezi. Rëndësi ka kjo që të mos i humbim traditat. Në qoftë se është bërë diçka, një ulum tim, thash, unë kam studiuar gati 2 vjet e gjysmë në zonën e Korçës që i kam grumbulluar të gjitha ato receta. E pse të mos i jepen nëpërmjet juve ju është dhënë mundësia për të gatuar, pse të mos u jepet njerëzve që ta njohin. Që t'i njohin edhe t'i gatuajnë, t'i shijojnë në familjet e tyre. Qoftë një tryezë pashke plot gëzim, plot dashuri, me gatime fantastike që jam shumë e sigur që t'i sillni në familjet tuaja. Gëzuar të gjithëve, kalofshi një fundjavë dhe një pashkë të bardhë dhe të gëzuar. Faleminderit që ishit prezente. Gëzuar. Do të kalojmë në publicitet, do të rikthehemi në rrezën tonë. Edhe njëri ju falenderoj. Gëzuar me. Shkoa tani për një mask mes një dite të lodhur, në fund të saj sigurisht që çdo moshë ka të nevojshme të kujdeset për fytyrën, për lëkurën e vet. Me Stelën si gjithmonë në rubrikën tonë të përjavshme për të treguar këshilla të ndryshme, truke të ndryshme në raport me kujdesin vetjak. Mirë se erdhe, Stela. Mirë se ju gjeta, gjithmonë një kënaqësi. Kemi një mask cilësove Niki dhe kemi një mask që mund ta përdorin të gjitha grup moshat. Nga 20 vjeç lartë. Kështu që mos u trëmni, ka shumë produkte, shumë përbërës, por që është një tip botoksi natural shumë e mirë. Fillojmë duke sqaruar përbërësi kryesor që na bën që kjo maskë të ketë emrin botoksi natural është fara e linit, apo jo? Fara e linit, po, që është si për fytyrën, flokët, trupin, për gjitha është e shkëlqyer. Kemi kafen, si kemi thënë gjithmonë që ndihmon në qarkullimin e gjakut, është një antioksidant shumë i mirë. Kemi sheqer, nisështe, qumësht, agrumet, kemi portokalle, mendova se këtu do bënim diçka që do mund ta konsumoni. Portokallë, kemi banane dhe karotë. Por që kemi thënë gjithmonë që vendosni fytyrës gjërat që dhe mund t'i konsumoni, ndaj edhe me produktet që konsumojnë. Nuk ka asnjë gjë që ne nuk e konsumojmë dhe është në përditshmërinë tonë. Atë nisim nga puna. Për çfarë na duhet tjetër për këtë mask dhe këtë botoks? Pothuajse i tham të gjitha, është edhe vaj kokosit. Okej. Kështu që fillojmë nga procedura. Shoh që ke përgatitur më përpara një përzierje. Ka përgatitur një si tip mase. Okej. Atëherë këtë kemi përgatitur në një tenxhere me zjarr të ngadalt, kemi hedhur 4 lugë kafe, 4 lugë qumësht, 2 lugë sheqer dhe 1 lugë nisështe. Po. Këtë kemi përzier derisa u krijua kjo masa që është pak si e ngurtë. Okej. Kështu siç e kemi. E lëm këtu për momentin. Marrim një banane, gjysmën e bananes, aq na duhet. Do ta shtypim. Do ta shtypim që të bëhet e butë fare. Po. Mund ta shtypësh ti Niki këtë? Po. Dhe unë po merrem pak me se na duhet edhe lëkura e bananes.
Lëkurën e bananes për fytyrën. Mund ta përdorim dhe për fytyrën, duke i bërë një masazh të mirë me lëkurën e bananes, gjithmonë siç bënin gjyshe dikur. Dhe është me të vërtet një hidratuese shumë e mirë, edhe antirrudh. Mos harroni ta përdorni. Atëherë, sa herë që të konsumoni të keni lëkura bananesh. Lëkurën e bananes do të presim në copa të vogla. Dhe shikoj si u bë në copa të vogla fare. Që mos të vonohemi shumë. Këtë do ta hedhim te vaj kokosit. Mund të përdorni dhe vaj bebe, por unë nuk e kam shumë qef atë vajin e bebes. Nuk më duket shumë natyrale, edhe pse ka emrin vaj bebes. Edhe e lëm që të veproj të zbutë. Si kundër s'kemi besimin 100% edhe tek vaj kokosit, duhet ta zgjedhim të tillë nëse është organik, apo nuk është përzier dhe nuk është shtuar me diçka tjetër. Okej, atëherë, mos të humbasim kohë. Kemi shtypur bananen. Do ta hedhim në këtë kupën që kemi bosh. Po jesh me një përbërësit që i përdorëm për përgatitjen e kësaj përzierjes këtu. Pra, kafe, niseshte, qumësht dhe sheqer, të gjitha bashk në një përzierje të ngurtë. Do hedhim dhe masën që përgatitëm me kafe, qumësht, niseshte dhe sheqer. Këto do t'i përzierjem bashk. Një sekund, tani do marrim se na duhet edhe lëngu i portokallit. Do ta shtrydhim këtu direkt që dhe ndihmon që të përzihet. Do ta shtrydhim direkt. Ja, të ndihmojmë çik që të na dalë sa më shumë lëng. Kujdes. Tani siç janë maskat që të kanë në maskat kimike që kanë lloj-lloj produktesh, nëse shikoni te paketimet dhe përbërësit e tyre kanë lloj-lloj përbërësish kimik. E njëjta gjë është edhe me maskat natyrale që ka disa element të shtuar në të, disa përbërës. Tani do përdorim karotën, do përdorim te kjo grirësja, anën që është më e hollë. Ajo që e bën më imat. Ndërkohë po mundohem që të bëj një masë sa më të njëtrajshme, e tillë duhet të jetë, mund ta grini edhe tek grirësja e qepës, për shembull, që e bën një masë më homogjene. Do hedhim edhe pak, mos harrojmë që do hedhim vajin e këtë lëngun e linit. E linit që ka qëndruar, mund ta kullojmë pak. Ose po e shtoj direkt këtu nga kullesa. Okej. Nëse i lëm të qëndrojnë farat e linit për disa minuta, lëngu fillon të trashet. Dhe ja del kështu si nëse keni parasysh pjesën e bamjeve, pjesa veshtullore, gelatinoze. Për shembull, bamjet janë shumë të mira për flokët lëngu i bamjeve. Ishte një ushqys dhe i jep një shkëlqim natyral. Natyral shumë të mirë. Por që do presim për bamjet sa të vinë të sezonit, se janë dhe pak shtrenjtë tani që përdorim. Mund t'jetë të ngrirë dhe mund të konsumohen edhe për nevojat të tjera shëndetësore lëngu i tyre, duke i lënë të qëndrojnë për gjatë gjithë natës në një gotë me ujë. Tani këtu bëm një masë. Tani do hedhim edhe karotën. Do të duket pak qalloj maske është kjo. Çfarë është kjo? Po sa më shumë vitamina të ketë, aq më e shëndetshme është për fytyrën. Janë të gjitha produkte natyral, bimor, janë aq të mira, aq me shije. Kështu që e hodhëm dhe karotën. Tani do hedhim dhe lëkurë portokalli. Përveç se lëngut, edhe lëkurën. Lëkurën e portokallit do ta hedhim këtu te lëkura e bananes. Pra është bërë gati një masë e tillë. Ja, shohim pak konsistencën. Një masë në trashësinë e tillë që të qëndrojë në fytyrë. Gjatë kësaj kohe po pres në copa të vogla lëkurën e portokallit. Se jemi në ditët e fundit të portokallit që ka në pazar, se besoj që të kanë sezonin e tyre. Jo. Pra, bananet lëkurat, të prerë në copëza të grimca të vogla, janë të vendosura tek vaji i kokosit, në të do të shtojmë edhe pak nga lëkura e portokallit, Stella i bëri në copëza të vogla, por edhe mund t'i grinim në rende. Jo, se nuk i duam shumë të imta, sepse këto do t'i përdorim. Po marrë një luk tjetër. Jo, okej, po përdor këtë. Shkëm të drurit. Okej.
Ti përzjejmë pak. Tani normalisht këtë duhet ta lëm të 20 minuta që të marrin me njëra tjetrën dhe do t'i jedhim pak fare. Pra pasi të kenë qëndruar, po thua, 20 minuta, lëkura e portokallit dhe lëkura e bananes, lëngun që do të lëshojnë, aroma që do të lëshojnë tek vaji kokosit, e bashkojmë me masën. Tani, është bërë një masë e tillë, ajo qa nuk ishte brenda? Që tek përzierja kafe, sheqer, qumësht, niseshte përzierja e partë, ajo përzierje më pas shtuam lëngun e farave të linit, të cilën e lam të qëndroj për disa minuta, gati 20 minuta që të trashet pak ai lëng. Po shtuam lëkurën e portokallit, lëngun e portokallit, karotën e shfrytzuar krirë. çdo gjë të mundshme që kemi në kuzhinë. Dhe këtë përzierje, do ta vendosim në fytyrë. Këtë do ta vendosim në fytyrë, gjithmonë jo te pjesa e syve. Sa ta mbajmë? Sa Këtë minuta do ta mbajmë rekomendohet? 30 minuta. Tani, më vendos pak te dora, Niki? Po. Okej. U vendos kjo këtu. Përveç se ne masazhojmë me dorë, Duke i bërë dhe pak skrap, se për të ka dhe marrim dhe kafen. pak nga lëkurat që kemi. Edhe kjo tani, duke qenë që është pak më e fortë, është si tip masazhuesi më i mirë. Shiko? Ka dhe vajin, Po. që e hidraton nga njëra anë, pasi bën atë skrapin, largimin e qelizave Ja. të vdekura të lëkurës, bën edhe hidratimin më pas me anë të vajrave. Këtu tani, sa e aplikojmë në mënyrë të tillë, Nëse nuk e aplikojmë do të vetë, kërkojmë ndihmë nga vajza, nga mamaja vajzës, gjithashtu, pra mamaja e bën vajzës këtë mask, vajza nuk ka gjë që ne nuk e bëjmë aplikon në vetë. fytyrë. Bukuria do sakrifica. Këto sakrifica të bukura dhe natyrale. Po. Okej, do ta lëm të qëndrojë, do ta Do ta shplajmë dhe lëm 30 përsëri. minuta, do ta shplajmë, dhe këtë e vendosim në frigorifer. Në frigorifer, kjo e ka efektin të një javë. Okej, aq mund të qëndrojë. Të një javë, se Bukur. pastaj fillon edhe... Gjithsesi, edhe këto që mbetën, lëkurat, mos harroni, mos i hithni, ne nuk do t'i hedhim, kemi shumë lule këtu rreth për qark, do t'i përdorim për ushqimin e bimëve tona aromatike apo të luleve dhe mbi të gjitha, nëse ju dëshironi, mos harroni edhe ta aplikoni në fytyrë, ball, qaf, kudo, do të ndjeni që lëkura do të hidratohet. është edhe Si për dikur. zvardhimin e dhëmbëve, është shumë e mirë, është për mishrat e dhëmbëve, është shumë e mirë, sikur si që e Pasi kemi lahet këtë e pastrohet. lëkurë, me pak vaj kokosi, sepse vaj kokosit për mishrat e dhëmbëve Është qetësuese, është qetësues, e drejtë. është e shkëlqyer, një t'i bërë bashkë të dyja dhe fërkojmë pak dhëmbët edhe pak mishrat, do të shikoni që do i keni më të lehtësuara, sidomos ata që kanë këto irritimet e... Bukur. Faleminderit Stella. Faleminderit juve. Faleminderit edhe publikut që na ka ndjekur, ju uroj një ditë të bukur dhe do të shihemi nesër padyshim në rrezën tonë. Kalofshi mirë.